Gji, mirë sere. Faleminderit për këtë. Ashtë të emër artistik? Po, artistik. Artistik, ha? Po. Kur e ke fillu me përdor këtë emër artistik? Kam fillu nëntor të vitit kaluar. A nëntor të vitit kaluar? E pa po shumë. Përdryshe ke këndua dhe që në fëmiri? Po, kam këndu, kam qenë shkollë muzikës për 7 vjetë e gjysë, në pjesë të korit. Shpesh kam këndu aty edhe si solo, soliste. Mirë po... Në Mitrovic? Në Mitrovic, po, shkollën e muzikës të Mitrovicës. Pastaj u rrite? Pastaj u rrita dhe jeta... E qka pate që u rrite? Angazhimet e jetës, po s'po di... U rrita? Të rrita. Ku rrite më shumë? Në Kosova, në Amerikë? Njajtë. 15 vite kam jetu në Amerikë. 15 vite në Amerikë. Sa vjeqare shkove? Shkova 17 vite. Tjerat nuk i vazhdojmë se i zbulojmë vitet pas taj Tjerat, po. 17 vjeqara? Po. Në ditët e luftës, në realitet. Ditët e luftës, po. Fund luftës. Do më thanë, ju dëbun nga Mitrovica? Po, ashtu, si kur krejt që... Përfundove në Shkup? Nga Shkupi? Shkup, nga Shkupi në Amerikë. Në Amerikë. Po. Edhe pastaj qëndrove një kohë? Po, një kohë gjatë, ndërkohë gjatë 18 viteve, ku ardhë 3 vjetë kam jetu në Kosovë. A, do më thonë, për 18 vite, veç 15 në Amerikë? Po, 15 në Amerikë, mirë po, gjatë aty në 18 viteve, 3 vite kam marrë në Prishtinë, kam jetu dhe ajo më ka lidhë ma shumë me vendin. Edhe në Prishtinë me ndonjë arsye, u punësova? U punësova, po. Qa, në kuadrë të këforit atë? Jo, në graphic design. Aha, graphic design. Po. Me një kompani të Kosovës. Një kompani e Kosovës? Po, e kam dash shumë. E mësove atje? E mësova, po, kam shku atje në shkollë për multimedia computer art. Bukur shumë. Edhe pastaj u ktheve prap atje? Dhe u ktheva prap. Se u ktheve, u martove, që atëhera po qa? Po, u ktheva
për një arsye për pasaport, se atëherë na thirrën me marr pasaportin amerikan. Po jenë nga ato ma njerë me tranë dokumente. Po, bash atëherë. Po, gjenerata më në fat në historinë e Amerikës për viza, kemi qenë ne. Shumë, na kam pritë shumë mirë, për ditës parë. Me pasaporti amerikan, me pasaport amerikan, po. Me pasaporti amerikan? Po. Po, me shpirt e me zemër shtu kosovare. Hajde Kosovar, po bukur shumë. Kur ju riktheve këngës? Nga një nostalgjin, nga një dashurije vjetër, kështu? Po, vjetja kam fillu me shkru disa tekste. A me shkru vetë pas të? Vetë, po, dhe më thanë tekstet i shkruaj unë. Dhe vjetë e vreva që ku ka ardhë mja fillu me seriozitet muzikës. Me seriozitet, Po, se gjithmonë kam gëndu, mirë po kur gjë publikisht. Jo publikisht. Këto 3 këngë janë dalë publike. Rasti rallë, interesant, të kthejesh pas realisht 18 viteve për e Amerikës, se thojnë në një vend 15 vjetë, nëse pin ujnë ati vend i vështirë që të kthejsh, po ti u ktheve. Ashtu është shumë vështirë. U ktheve me në një biznes? Me vendos mu këtu shumë vështirë, mirë po u ktheva fëmijë dëshirojnë të kthehen. Fëmijë dëshirojnë të kthehen? Çka ishin rezultati edukimit tuaj? Se kemi ardhur disa herë këtu. Ja u keni marrë në kohë. Kosova, Shqipëria. Edhe kam pa Kosovën, i ka pëlqyer shumë. Ju ka pëlqyer dhe po kthehemi. Po, jemi këtu, jemi ardhur për një kohë të shkurtë, mirë po fëmijëve i pëlqej shumë edhe kemi vazhduar me jetë këtu. Edhe po vazhdoni. Edhe ke hap një biznes. Edhe kum hap një biznes po lokal. Po bukur shumë. E mban vetë? Vetë, po. Është në Tokë Barshe, edhe aty pikturaj është si mini galeri. Domethënë jo edhe pikturaj, që ta themi këtë. Edhe keni piktura aty, piktura që janë edhe në shitje. Në shitje, po. Si quhet lokali? Rezbar. Rezbar. Po. Se Rezita. Rezita, po. Do më thonë, krejt kishin me ti Reze, Rezarta, për Rezita, i rallë kështu. Po, Rezita, Reze, Zita. Zita pas të e bërë. Po, pas të e bëna Zita Gji. Zita Gji. Zita Gji për Zita Gashi. Aha, se Zita Gashi, Zita Gji. Se atë këngëtarin që kemi në Amerikë, Mr. Gashi quhet, ha? Po. Në realitet, se ka bo Gjia, i Mr. Gji, po Mr. Gashi. Mr. Gashi. Ma mirë Mr. Gashi e mojnë nënë. Po. Po bukur shumë. Këto këngë, tekstit i ke shkru vetë, po muzikën kush e ka bërë? Muzikën produksioni Alba. Alba? Po. Që the në Bruxelles? Në Bruxelles, po. Ke ndoni lidhje atje, apo? Jo, vetëm rrjet social. Rrjet social. Pashi ata kryojshin disa karaoke në gjuhën Shqipe, që ka mungu shumë këto për gjuhën Shqipe kanë. Po, ata i organizojnë atje? Ata i organizojnë. Qka, kanë studio? Studio e kanë në Begji. I orkestrun këngët? Po, edhe në studio Kuj e kanë këndove pastaj, në cilën studio këtu, në Prishtinë? Jo, i kom këto remote me iPad. Sikur gjatë Covidit. E ke pa qështë po thot aje, po ta shohim në këtë formë, këtë model incizimi, në regjie kemi edhe platorin që një këtë bransh, këtë lëmi shumë mirë dhe ta shohim si po na del. Shpresoj që jo pëlqen. Si quhet kënga që do ta këndosh në vazhdim? Njëra thirret Mos më ndalo dhe tjetra Sheqer. Mos më ndalo dhe Sheqer. Poezia vet. Poezia vet. Klipe i ke bërë? Videoklipet, deri tash jam fokusuar në këngë, se i kum bërë shumë shpejt. E pastaj? Pastaj do të realizoj edhe videoklipet, se ja pak jetë këngëve. Zita, ne do t'japim duar trukitjet e botës, do t'alem skenën, do të duar trukasim dhe do t'knashim me këngët tua. Ty të dëshirojmë suksese, absolutisht. Faleminderit. Zita Gji, skena të ty. Faleminderit.
Mbrëmje bukur, mysafir të veçantë, mbrëmje fantastike, por ishte kjo e tëra. Plani mirë, mbrëmje bukur dhe zonë në falë, të e të i rrështë dhe të plane. Natën e mirë, miru pasim javë tjetër.